problemin që kemi, kjo temë ka filluar të zbardhet tash në kohën e demokracisë, sidomos mbasi u hapën edhe këto arkivat e Britanisë së Madhe për këtë periudhë dhe për këtë çështje, të cilat ishin të mbyllura më përpara, sidomos gjatë gjykimit që pësoi kjo çështje në gjykatën e Hagës, nga maj i 47-s deri në prill të 49-s kur u dha vendimi në disfavor të Shqipërisë dhe ku e fitoi gjyshin Britania, si do ta shpjegoj më vonë. Po çfarë ndodhi në kanalin e Korfuzit 79 vjet më parë, se vitin tjetër mbushen 80 vjet. U vranë 45 marinarë i Gjirit Sarandës, u realizua nga aprovimi në nivelet e larta me djenin edhe të sigurisht kryeministrit shqiptar Enver Hoxha, ja ku kini kanalin e Korfuzit, me vija të ndërprera është territori ujor i Shqipërisë që i përket krahut të djathtë dhe aty ku duken ato dy njollat, ato dy pikat, ka ndodhur incidenti para ose pak më në veri se manastiri St. Georgios që ndodhet në jug të Sarandës. Siç e shikoni në artë, ka dhe arta të tjera, disa arta të tjera që duhet të na jap regjia.